Njeriu do të ketë nevojë më shumëti për veprat e veta të cilat njeriu i bën për Allah në këtë botë, ata do të jenë veprat kapitali më i madh për njeriu në ditën e Kiametit. Andaj unë do ta tregoj një tregim apo një hadith të pejgamberit alayhi salatu wassalam, i cili hadith gjendet në librin e Muslimit, në librin e Imam Ahmedit. Padyshim se këto tregime janë nga fjala e pejgamberit alayhi salatu wassalam, që është shpallë prej Allahut, se pejgamberi alayhi salatu wassalam nuk ka fol nga hamendja, por ka fol ajo që është shpallë. Andaj këto tregime të cilat janë të vërteta, janë shpallje nga Allahu xhalla shanu. Nuk janë vetëm tregime në ato kohëra, po janë mësime edhe për kohën tonë. Andaj njeriu mund të mirret mësime, porosi nga çdo lloj tregimi ku gjendet në librat e hadithit. Këtë tregim që po du ta tregoj unë sot, gjendet në librin e Muslimit, nga Ebu Hurajra radiallahu anhu, ku thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, ka qenë një njeri më herët që ka jetu, tash nuk na intereson neve në cilën kohë, edhe nuk është tregu në cilën kohë, një kohë nga pejgamberët të cilët kanë qenë para pejgamberit alayhi salatu wassalam. Ky njeri ka dashur ta viziton një shokun e vet, një vllaun e vet, me një fshat tjetër. Edhe në rrugës, Allahu xhalla shanuhu ja dërgon një melek në formën e njeriut që ta takon. Edhe ky njeri kur vjen, kalon nga rruga për me shku te fshati tjetër, e takon këtë njeri, edhe ky njeri në hadithin tregohet që ka qenë melek. Ky njeri e pyet, ku po shkon? Ku je nis? Ky njeri thot, unë jam nis për me shku me vizitu një vllaun tem, një shokun tim. E melaçja e pyet, do të thonë që ka qenë në formën e njeriut. Thot, a thu vallë mos ke ndonjë interes? A thu vallë mos ka borxh apo mos i ke borxh? Andaj meleku insiston ta shohë se për çka është nis për me shku ta viziton këtë shokun e vet me një fshat tjetër. Ky thot, une jam të shku ta vizitoj vetëm për hir të Allahu xhalla shan, që e du për Allah, nuk kam asnjë interes, e du për Allah, edhe po shkoj të jap selam apo ta vizitoj në shtëpi. Atëherë ky njeriu, melaçja në formën e njeriut, i thot, unë jam meleku i Allahu xhalla shanu. Allahu më ka dërgu që me të bo selam ty, me të qu selam ty, që Allahu xhalla shanu don ty, ashtu sikur se ti e don filanin. Sikur se që e don filanin, edhe Allahu xhalla shanu don ty. Kjo është e tregimi që gjendet në librin e Muslimit edhe në librin e Imam Ahmedit. Mashallah, do të thonë hadith. Po, kjo është një nga hadithat e pejgamberit alayhi salatu wassalam, që e tregon tregimin i cili ka ndodhur në kohët më të lashta. Po. Atëherë çfarë mësojmë nga ky tregim? Ne nga ky tregim mujna me mësuar dy çështje, dy punë. E para është rëndësia e vëllazërimit në Islam. Rëndësia e njeriut i cili e don vllaun e vet për Allah, sikur se tregon në tregim. Edhe e dyta, njeriu kur e don vllaun e vet për Allah, padyshim se duhet ta viziton pastaj. Është shkëmbimi i vizitave. Këto dy punë ne mujna me i marr porosi nga ky hadith i pejgamberit alayhi salatu wassalam. Padyshim unë do të filloj me tregu se dashuria për Allah çka është, çka nën kuptojmë ne me atë fjalën dashuria për Allah. Dashuria për Allah, kanë thënë ulemat, njeriu kur e don vllaun e vet, e don pa interes të kësaj bote. E don vetëm pse është musliman, e don pse është namazli, e don pse është i kiblës, e don një motrën e vet pse është musliman, nuk ka interes ndaj tij, ndaj saj për çështjet të kësaj bote, e kjo është ajo dashuri e sinqertë që do të ngele edhe në dunjë edhe ditën e Kiametit. Nëse ne ndalemi dhe shikojmë dashuria për Allah, në kohën e pejgamberit alayhi salatu wassalam, para se të vjen ky Islam, s'ka qenë. Ka qenë dashuri në atë kohë, në kohën e pejgamberit, para se të vjen pejgamberi alayhi salatu wassalam si pejgamber, para se të zbret shpallja, njerëzit janë dash për interesat e kësaj bote. Dikush e ka dash filanin për shkak se ka qenë
komshi i tij, apo ka pas ndonjë biznes, apo ka pas ndonjë lidhje farefisnore, e kështu me radhë. Kur ka ardhur Islami, këtë dashuri e ka eliminu, e ka largu. Edhe na ka mësu neve se ti njeriu vllaun e vet duhet me e dash për Allah pa interes. Se interesi mbaron edhe kputë dashuria me atë njeri. Kurse njeriu i cili e don vllaun e vet për Allah, zgjat ajo dashuri deri në vdekje, po edhe në ditë kiametit do të jetë ajo dashuria për Allahun xhalleshanu. Hoxh, pse është kaq e rëndësishme dashuria për hir të Allahut? Është e rëndësishme se njeriu në këtë botë është në fejen e shokut vet. Andaj njeriu duhet me dasht vllaun e vet i cili është musliman, i cili është namazli, sepse njeriu është në fejen e shokut vet, ka thënë pejgamberi alayhis salatu wassalam. Andaj njeriu duhet ta shikon se cilën e merr për shok, për vëlla në këtë botë, sepse sjellja e tij, fjalët e tij ndikon te ti. Sikur se e ki shokun, edhe ti do të jesh në këtë botë. Andaj, nëse ti i ke shokët, ata që i donë për Allah, edhe ata dojnë për Allah, andaj do t'jete, do të zgatët ajo dashuri, në thonë, gjanë gatë deri në vdekje. Ama nëse ti e zgjedh shokun tanë, që është për interes, apo për ndonjë punë të kësaj bote, andaj do të mbaron. Ne kemi shumë raste. Sa njerëz i kanë pas shokët, kanë hi familjarisht, njëri me tjetrin, për shkak biznesit, për shkak partisë, për shkak pozitës, për shkak punës. Andaj kur është ndala interesi, kur është ndalë partia apo shoqënia, andaj ka hub pastaj ajo vizita mes njëri tjetrit. Kemi shembull shumë që njeriu e ka dash me ndoshta 10 vite, 15 vite, kanë qenë bashkë me një parti, me një biznes, apo komshi. E pastaj kur janë do, apo kur është shujt ajo sebepi, ajo shkaku, edhe pastaj vjen të armësia, ndoshta edhe selam nuk i jep. E kurse neve Islami na mëson se kur ta duash dikam për Allah, ajo dashuri do të zgate. Do të zgate deri në vdekje, bile edhe do të ketë dobi ditën kur do dalë para Allahu xhalleshanu, sepse thot Allahu subhanahu wa taala, "Alikhillah yawma idhin ba'duhum liban adu ila almuttaqin", njerëzit ditën e kiametit do të jenë armiq mes njëri tjetrit përpos të devotshmit, përpos musliman të sinqert. Përpos musliman të sinqert, ata do të kenë dobi nga shoqëria e dunjos, ama ata që janë dashur për intereset e kësaj bote, do të jenë armik njëri me tjetrin ditën e kiametit. Po ashtu thot Allahu subhanahu wa taala në suratun, një nga ajetet që e përmend Allahu subhanahu wa taala, thot yawma ya'uddu dhalimu ala yadayhi wa yaqulu ya laytani ittakhadhtu ma'a rasuli sabila. Ditën e kiametit njeriu do thot, sikur se ta kisha marrë pejgamberin alayhi salatu wasallam për udhëzues. Ja waylata laytani lam attakhidh fulanan khalila. Si mos ta kisha marrë filanin, ato prijesët e Mekës, për udhëzim këtë botë, për shembull këtë botë, sepse laqad adallani ani dhikri ba'da idha ja'ani wa kana shaytanu lil insani khadula. Sepse ata më larguan nga rruga e drejtë, më devijuan nga ajo qëllimi çka duhet ta ketë një musliman në këtë botë që ta adhuron Allahun xhallesha. Shoku ndikon në fejen e shokut vet, për këtë shkak është edhe rëndësishme kjo temë që të flitet në kohën e sodit, që njerëzit ta duan vllaun e vet, shokun e vet për Allah e jo për interes të kësaj bote. Po çka fitojmë nga dashuria për hir të Allahut? Sikurse e cekëm edhe në fillim të hadithit, do t'i cekë një 3 pika apo 3 dobi nga dashuria për Allah. E para është se Allahu të don ty. A ka më të mirë se me dashur Allahu ty? Nuk është i lumtur është ai cili e don Allahun. Më i lumtur është ai cili Allahu e don atë njeri. Kjo është më i lumtur.
Sepse ka lumturi që çdo njeri mundet me thonë unë e du Zotin, e du Allahun. Ama më i lumtur është ai cili Allahu e don atë njeri, sikur se përmendet në këtë hadith. Se njeriu i cili e ka dash për Allah, se shikoni me laçe e pyet disa herë, a thu vall ke ndonjë interes, a thu valli ke borxh apo të ka borxh diçka, thot jo e dua vetëm e kam dash për Allah edhe po shkoj me e vizitu. Andaj për hir të Allahut. Për hir të Allahut. Edhe çka i thot me laçe në fund, Allahu të don ty ashtu sikur se ti e don atë njeri. Andaj kjo është lumturia më e madhe, kënaqësia më e madhe në këtë botë kur njeriu e merr vesh që Allahu e don atë njeri. Pastaj, nëse Allahu xhaleshanu të don ty, e di çka fitojmë ne si musliman. Allahu xhaleshanu është me një hadith kutsi se kur Allahu e don një njeri, i thirr me laçet të gjithë. Edhe e thirr me laçen Gjibrilin a.s. i thot, thirrni me laçet edhe tregovu, kallëzovu se unë e filonin e du, edhe ju me laçet e mia dujni me e dash filonin. Pastaj Allah nuk mbaron këtu, dashuria Allahu ndaj njeriut. Jo, pastaj Allahu xhaleshanuhu e bën që edhe njerëzit në dunjë ta duan filonin. Ne kemi shumë raste në sunullah, në këtë botë, që dikush ka pleq, ndoshta edhe ju të lagja ju edhe ne në Gazibab, kemi do pleq nuk kanë as pozita, as pasuri, as biznese, as ndonjë post, por është plak, është musliman, është i devotshëm, është teki, ama këtë lagje e dojnë. Këtë lagje e dojnë. Pse se Allahu e don atë njeri edhe ka bo që edhe njerëzit, fëmijët me e dashtë. Ama kemi njerëz në udhubillah që janë me pozitat larta, me bizneset larta, pasuri sa dush, ama ndoshta edhe familja nuk e don. Ndoshta bëjnë dua edhe e vladit që të vdes, që t'ja marrin pasurinë babës, domethënë e kështu me radhë. E kjo është do të me kuptu nëse musliman, se njeriu nëse e don vllaun e vet për Allah, ta din kjo është ajo pika më kryesore që Allahu xhaleshanu e don atë njeri. Pastaj e dyta, këto njerëz do të jenë në hijen e arshit të Allahut ditën e Kiametit. E dyta, këto njerëz ditën e Kiametit Allahu xhaleshanu do t'ju thotë, është me një hadith ku transmetohet nga Imam Muslimi, nga Ebu Hurajra radiallahu anhu, ku thotë pejgamberi alayhi salatu wasalam, në ditën e gjykimit Allahu xhaleshanu do t'ju thotë njerëzve, ku janë ata? Më sillni ata njerëz të cilët janë dashur për Allah. Janë dashur për Allah që t'i fus në hijen time atë ditë kur do të jetë hije përpas hijes së arshit të Allahu xhaleshanu. Është një hadith shumë i gatë, po unë nuk do të ta shpjegoj hadithin. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, ditën e gjykimit 50.000 vjet njerëzit do të qëndrojnë në këmbë. Edhe dielli do të qëndron 1 mile. E 1 mile, disa komentatorë kanë thonë ajo shkopi që i kruan dhomët, ajo që shkalica apo rëmojsa, apo 1 mile, milet e në këto anglezët, apo amerikanë. Sidoqoftë do të jetë dielli afër njerëzive. Edhe djersët e njerëzive do të shkojnë pal nga sikleti i tyre, dikan do ta kaplon, thot pejgamberi alayhi salatu wasallam, nga nxehtësia deri te zogu i komët, dikan deri në gjuhë, e dikan do ta kaplon djersët e tij deri në brez, e dikan do të fundoset me në djersët e tij për shkak të gjunave, për shkak të sikletit e kështu me radhë. E do të jetë vetëm një hije, ajo do të jetë hije e arshit të Allahu xhaleshanu. E njerëzit do të qëndrojnë 50.000 vjet aty. Nuk janë 1, 2, 3, 10, 100, 50.000 vjet. E do të jetë një hije, e këtë hije Allahu xhaleshanu do t'i fus 7 lloj grupet e njerëzve. Një nga ata janë ata që do të duhen për Allah në këtë botë. E kjo është shumë më rëndësi, me dashur Allahu edhe me thonë ditën e Kiametit ku janë ata të cilët janë dashur për Allah. Edhe sillni, i thot me laçeve, sillni këtu që t'i fusin në hijen e arshit tim ditën e Kiametit. Edhe e treta është, do t'jenë, shikoni, edhe kjo është shumë më rëndësi, një nga dobit, edhe e treta, me këtë përfundojmë, do t'jenë afër Zotit, afër Allahut ditën e Kiametit.
Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam në një hadith, Allahu xhaleshan ka disa njerëz që i ka afër vete, që do t'ja kanë lakmi, zili, edhe dëshmorët, edhe pejgamberët. Edhe dëshmori, ne e dim se dëshmori ka grada të larta ditën e Kiametit. Po edhe pejgamberi i Allahut do të ketë grada të larta ditën e Kiametit. Ama do t'ja kenë lakmi edhe dëshmorët, edhe pejgamberët, pse janë ato njerëz afër Zotit. Ato sahabët e pyesin, ja Rasulullah, a thu vallë kush janë ata? Kush janë ata? Pejgamberi alayhi salatu wasalam thot, ata janë ato njerëz që do të jenë afër Zotit, të cilët janë shoqëruar për Allah dhe janë dashur për Allah. Janë shoqëruar për Allah edhe janë dashur për Allah. Andaj, sunullah, ne musliman duhet ta kemi një gjë parasysh, se dashuria për Allah është dashuri e sinqertë. Jo rastisht me laqa e pyet disa herë këtë burr, a thu vallë shkon për interes apo për Allah, e ky njeriu i tregon se unë e dua këtë njeri që jam të shku me vizitu me një fshat tjetër për Allah, edhe për këtë shkak e ka edhe dashurinë e Allahut, Allah e don këtë njeri, do ta fuse në hijen e tij, edhe do ta marrë afër ditën e Kiametit. Që njerëzit do t'i bin pishman ditën e Kiametit, ku do ta shohin se dashuria e tyre, dashuria jashta Zotit, nëse përfundon dashuria atyre mes dy njerëzive, nëse përfundon interesi, përfundon edhe dashuria, edhe do t'jenë këto njerëz armik ditën e Kiametit mes njëri tjetrit. Allahu na rujt. Hoxh, vlera e vizitave. Dhe kurinat e vlera e vizitave, para se të tregojsh, kisha pas dëshirën me të treguar, a konsiderohet vizitë edhe në kafe, në çajtore, kur takohemi me të një plus telefon për shembull, a hyn edhe kjo të vlera? Po, edhe vlera e vizitave të sunullah, ne e marrna nga ky dobi. Kjo është ajo mësimet që kanë nxjerrën nga historitë e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Se ky njeri e ka dashur për Allah dhe shkon e viziton. Nuk mundesh ti me thonë unë e du njeriu për Allah dhe asnjëherë s'ke shku me vizitu, apo nuk ja ke qel telefonin, apo se ke pyet çfarë halli ka kështu me radhë. Kjo nuk është dashuri. Dashuria për Allah ka çmim. Kur ti thuash njeriu e du për Allah, andaj ke obligime ndaj tij. Por obligimet apo punët çka ti dush me dëshmu atë fjalën dashuri, atë që i thuti unë e du për Allah. Ti dush me shku me vizitu. Jo mu taku në kafe. Se tash rënia jonë me thënë, jo valla unë e takova në kafe, ja dhash një çaj, ma dha një çaj. Okej, ketë në rregull është kjo punë. Po nuk mjafton me kaq, nuk mjafton me telefon. Duhet me shku me vizitu. Ky njeri, jo rastisht shkon e viziton, merr rrugën për me shku me vizitu të fshati ti, të fshati tjetër. Shikoni Abdullah ibn Mesudi, i vin disa njerëz për ta vizitu. Edhe i pyet Abdullah ibn Mesudi, një sahabi i pejgamberit alayhi salatu wasalam, i cili ka qenë i garantuar me xhenet. I pyet, thotë, ju a vizitoni njëri tjetrin? A u takoni, a uleni me njëri tjetrin? Thot po o baba i Abdurrahmanit, thot po. Thot ju e vizitoni njëri tjetrin? Thot po e vizitojmë. E vizitojmë edhe nëse është në Kufe, larg, në atë kohë prej Mekë, prej Medinën në Kufe. Nëse është ne kena me shku dhe e vizitojmë, nuk e lojmë, ne vetëm me thonë unë e du për Allah edhe nuk ulem pastaj mat. Jo. Thotë ne shkojmë dhe e vizitojmë. Shikoni çka thot Abdullah ibn Mesudi në fund. Thot ju nëse e bëni këtë punë, atëherë Allah do t'ju e bereqet juve përderisa ju e vizitoni njërin tjetrin. Se njeriu nuk mjafton vetëm kafe me ul apo në telefon, por pejgamberi alayhi salatu wasalam neve na ka treguar me një hadith që duhet me shku me vizitu. E çfarë dobi e ka i cili e viziton? Ka dobi se njeriu kur shkon e viziton vllaun e vet, farafisën e vet, shkon se momentin që shkon Allahu xhaleshan do t'jep bereqet. Allahu do t'jep bereqet. Andaj edhe thot pejgamberi alayhi salatu wasalam në një hadith, kush don që Allahu xhaleshanu t'jep në rizq, bëjllëk në pasuri, edhe me azgati jetën, le ta viziton farefisën e vet.
fel jesil rahime, le ta viziton. Vizita e farefisit është një nga sebepet që Allahu xhaleshanu me ta shtu pasurin edhe me ta zgat jetën. Shkon, vjen një njeri te pejgamberi alayhis salatu wasalam, dhe i thotë ja Rasulullah, kujna i kam hak më shumë të në këtë botë? Kanë du të me vizitu më shumë të këtë botë? Se unë e thotë nuk kam ko për krejt njerëzit me i vizitu, se tash njëri unë këtë botë normal është, se ka shok shkolle, ka shok të fakultetit, ka shok biznesit, ka shok familjes, ka shok të lagjes, ka shumë shoshni. E thotë, kujna i kam mas shumë t'i hak, se ti përgjësi, për me shku me vizitu, apo për t'i adhon një kafe, për t'i busqesh. Pejgamberi alayhis salatu wasalam thotë, ummuk, nonës tënde. Nona ka më shumë t'i hak njeriu për ta vizitu në këtë botë, për me shku mi u busqesh, për me shku mi adhon një kafe, për me shku mi adhon një qaj. Edhe pse nona dhe baba, prindri, nuk ka nevoj për qajin, apo kafën, apo për parën e vladit. Prindri ka nevoj për busqeshën e vladit, për me shku me vizitu. Ka nevoj për me shku me vizitu, mi adhon një selam. E pastaj ka thonë, ja Rasulullah, kujna tjetrit? Pas nonës, ka thonë nonës. Ka thonë pas nonës, ka thonë prap nonës. Ka thonë pastaj babas, pastaj farefisit. Ata që i ki rrethin e pon, rrethin e dytë, rrethin e tretë. Andaj kështu me radhë, sa ma shumë kohë të kesh, as ma shumë dush me shku me i vizitu ti njerëzit e tu. Farefisin tënd. Nëse don që Allah me ta zgat ymrin tënd edhe me don bereqet në jetën tënde. Për fat keq sot kjo punë është hub në mesin tonë. Te ne te musliman, edhe pse ka qenë te pleshte tonë, te baballarët e tonë, në për ata që s'kajnë pas, me ndoshta me i shërbi misafirit, ama kërkan misafirit e dera, kanë shku dhe ja kanë qelë, nuk kanë pyet, kanë thonë bërën dera qelë është. Atë që ka e kanë pas, atë e kanë nxerë. Edhe janë krenu misafirit kër kanë shku edhe ka pas, pse ka pas bereqet ma herët? Ndoshta tash lind dy pyetje, po pse s'ka pas smuje? Ndoshta një në rast në katon ka pas kancer, sot ne po e shohim në kohën e sotit, çdo i dyti, çdo i treti, çdo fëmijë sa po lind, po ka me probleme shëndetësore. Çka janë këto problemet? A thu vallë nga vinë? Vinë se e kemi ngushtu në zjaretin, e kemi ngushtu bereqetin në ka darë. Mungesa e bereqetit. E pastaj vinë. Pastaj çdo çosh kemi barnatore, po kjo nuk është mirim. Se çdo i dyti i treti ka nevojë për barnat e kësaj jete. Pse se bereqeti është hup edhe Allahu xhaleshan çton smuje. Pra pejgamberi alayhis salatu wasallam thotë, vizitoni që çtohet bereqeti. E plesht s'kan pas, po kanë pas bereqete dhe s'ka pas smuje. Cëllo shkupi ndoshta kanë qenë 1, 2, 3, 4 barnatore. Tash ndoshta me qindra barnatore. Çdo lagje. E plesht në për fshatrat e tona që kanë jetu asni barnatore, po kanë pas bereqet. E sot është hup, pse se jemi largu ne. Ne jemi largun nga zjarreti, ne jemi largun nga dashuria për Allah. Na ka mujt dunjoja, na ka mujt interesi. Edhe sot ne vllahun ton, shokun ton e shohim me interes. A ka pare? Do të shkoj. A ka pozit? Do të shkoj do ta vizitoj. A ka famë? Do të shkoj do ta vizitoj. Ama pse e ki daj, pse e ki hap, pse e ki teze, pse e ki miq, pse e ki nan, bab, vjen Ramazani, del pi Ramazani, ndoshta nuk ja qel telefonin nonës babës. E pastaj lip mi bereqet. Jo. Ky njeri ka shkuar ka vizitu për këtë çka ka Allahu xhaleshanu e don edhe i ka dhënë bereqet. Edhe për këtë çka thotë pejgamberi alayhis salatu wasalam se Allahu do t'i jep atij njeriu bëllëk edhe do t'i zgjat jetën për shkak të vizitës që e bën vizitën që e bën te farafisi vet. Vizita i ofron zemrat e muslimanëve, zemrat e besimtarëve. Kur shkon ta vizitosh ti nonën, babën, e afrohesh te ata, afrohesh te daj, afrohesh te halla, afrohesh te dezja. E për këtë çka, një nga dobit është zemrat e muslimanëve afrohen mes vete, ku njeriu edhe viziton. Është me një ditë
me një ditë tjetër ku ai cili shkput vizitës thot pejgamberi se duhet me pas parasysh. Shikoni çka thot pejgamberi se me një ditë. La yadkhulul janna qati rahim. Nuk ka mundësi me hinë në xhennet ai cili i ndërpret lidhjet farafisnore. Nuk ka mundësi me hinë xhennet ai cili i ndërpret lidhjet farafisnore. Edhe njerëzit sidomos shikues të nderuar duhet ta kenë parasysh. Dojmë bereqet, dojmë bëjllëk, dojmë shëndet, dojmë pasuri, duhet ta vizitojmë, ta ngjallëmi këtë sunet që e kanë pas plesht baballakët e tonë. Tjera dobi o gjon nga vizita, apo pak a shumë i Po muna me të regu disa rregulla të vizitave. Po, disa rregulla disa rregulla të vizitave, se tash edhe vizita i ka ato rregullat e veta, e jo tash mu qu në 2 natës, në 3 natës, shembull me shku misafir. Po, me shku misafir. Po, çdo sent e ka atë heshin e vet, edhe vizita ka atë heshin e vet. E para është vizita mos tjetë për interes. Po. Në të nësukur se e të regun, do tjetë vizita për Allah. Jo për interes. Jam të shkaku se Allahu e do këtë punë, jam të shku të mingja ose daja. Qashtë. Kjo është ajo parimi i parë. Kur shkosh ta vizitosh, mos ta mendosh, të shkosh të ka borç, ose ti marrësh borç, ose diçka. Po, të shkosh vetëm për Allah, se Allah e don këtë punë. Allah e don. Shikoni çka thot pejgamberi alayhis salam. A doni me ju tregu njerëzit e xhenetit? Kush janë njerëzit në xhenet? Sahabët i thonë ja Rasulullah, na trego kush janë ata njerëz që do të fusen në xhenet? Thot pejgamberi alayhis salam, nebijun, pejgambert, sidikun, të sinqertit, Ebu Bekri thot është në xhenet. Thot edhe ai i cili shkon e viziton është në xhenet. Ai i cili viziton, shkon dhe viziton farefisën e vet, me një katon, me një fshat, me një qytet tjetër, thot edhe ky njeri i cili shkon e viziton është në xhenet. Po ashtu thot pejgamberi alayhis salam. Çdo njeri i cili e viziton vllaun e vet për Allah, Melaqa i thot, u bekove dhe e gëzofsh xhenetin. Allahu xhalleshanu thot, kur e dërgon Melaqen, thot, robjem, po më viziton për hatrin tim, për Allah, se ti ke shku me vizitu për Allah, tjetë vizita për Allah, mos tjetë për interes. Thot edhe mu më është obligu që këtë njeri të nderoj, e ndërimi i Zotit tek njeriu me çka është? Me xhenet. Me xhenet. E njeriu i cili shkon e viziton vllaun e vet, ta din se ka xhenetin garantuar prej Allahut xhalleshanu. Po ashtu thot pejgamberi alayhis salam, i cili hadithi transmetohet në Imam Tirmidhiun nga Abu Huraira radiallahu anhu, thot kush viziton një të sëmur apo i bën një vizitë një vllaut të vet për hir të Allahut xhalleshanu, thret një thirrës, ke fituar mirësinë e Allahut. Ecja është bë, është shkru sevap, dhe në xhenet e ki fitu një shtëpi. Andaj kjo është ai cili e viziton vllaun e vet për Allah. E dyta, ta zgjedh kohën e vet, tash në kohën e sodit i kemi mjetet informimit. Elhamdulillah, secili ka ato telefonat apo rrjetet sociale që mundet me shku dhe me informu. Përpara ndoshta nuk ka qenë kjo, edhe ka shkuar njeriu edhe te dera, tash a ka qenë aty, as ka qenë aty, e kjo ka qenë pak një problem, edhe pse kur e kanë dash pleshtet tonë, po thamë e kanë dash këtë dashuri, apo e kanë dash vizitën kur ka ardhur vizitori, kur ka ardhur misafiri, janë kënaq, janë gëzu. E në kohën e sodit me shku pak pa lajmërim, është pak është bo si muhabet se në thonë ma ka prish atë lëkën e kështu më radhë, po si do koftë, njeriu duhet me zgjedh kohën e vet, kohën e misafirllëkut. Jo me shku masabot, jo me shku 2 natës, jo me shku 3 natës, po ka mundësia me kon i zant, ka mundësia me kon misafir, ka mundësia me kon në shtëpi. Duhet e pyet në telefon, a je i lirë, a ki kohë, me ardh, ta pim një çaj, ta bëjmë një muhabet. E jo me shkue në momentin kur ajo është i zanë me familjen, me fëmijët e vet, ka obligimet e veta, po njeriu duhet ta zgjedh kohën e vet. E treta, para se të futet njeriu në shtëpi,
duhet të merr leje, jo me shku tash me shku edhe krap derës edhe me hije mrena. A ka bujram? Jo, thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, thot Allahu xhalla shanuhu me një ajet, thot hatta ta'astanisu wa tusallimu ala ahliha. Thot kur shkoni misafir, mos të futeni mrenda hop por kërkoni leje. Edhe ku të merrni leje, atëherë edhe jepni selam familjes. E jo ti pa leje hop e qel derën edhe ajo ndoshta është me familjen e vet, ndoshta është me gruan e vet, është me fëmijët e vet, është ndoshta ajo grua pa hijab, pa mbulesë. E tash ti shkon dhe futesh mrena, kjo nuk është nga Islami, por kur të shkosh i mshon zilas, i mshon derës. Nëse thot irgji'u, si thot Allahu, u in kile lakum irgji'u fargji'u, nëse ai thot ktheuni, ju duni mu kthi. Jo me thon vallai nuk më pranoj, sa ai ndoshta nuk është në disponim, nuk është në një situatë që mundet me të pranu, me të bë muhabet thjesht tek put. Po ai është i zanë me familjen e vet, ose ka ndonjë punë, ka ndonjë hall, ka ndonjë dert, nëse thot bojram dush me hi, nëse thot irgji'u ktheu dhe ktheosh. Të jetë vizite e shkurt, e ka të thot ulemat e kanë përmend nga dispozitat e vizitës, të jetë vizita sa ka nevojë sajbia e shtëpisë. Nëse ai thot ndej, dush me ndet. Nëse e shef momentin që ti duhesh mu qu. Jo me shku ta shembull te ismun ti me net me sahat. Te ismurit dush me shku me net 10 minuta, 15 minuta, një selam, një dua ta bësh. Me shku me i thonë tahur inshallah, pastrim është, bën dua që Allah t'ja letoje. A nëse shkon te miku, te migja, te doja, ka qef ai me net ma shumë, ma gat, atë ne ma gat. E jo me thonë valla une shkon ati një selam, një 5 minuta edhe hec, shembull ai e ka bu, shembull e ka përgadit çajin, e ka përgadit kafën, ëmbëlsinë apo darkën. Sa ka nevojë, çash dush me net. Ka nevojë të ismuti 5 minuta? Ne. Ka nevojë të tjetri 10 minuta? Ne. Ka nevojë të farefisi gjys orë, 1 orë? Në thonë ne, në thonë sa e shef të arsyeshme, në thonë ai sajbia e shtëpisë. Pastaj kanë thonë ulemat, shfrytëzoje kohën kur shkosh misafir. Nëse ata kanë nevojë për ty për ndonjë këshill, ti duhesh me shfrytëzu kohën për këshill. Ka nevojë tash që mos si hoç, ti pak më intelektual, ti pak më i ditur, ti cili je biznesmen, ti cili je i shkollum. Kur shkojsh te ai, ka nevojë njerëzit për këshillat e tu, ti duhesh me këshillu. Ka nevojë fukaraja për parën tënde. Jo vetëm me thonë, Allah të ndihmon, ti Allah të ka dhënë pasuri. Ke shku te doja, ke shku te halla, ke shku te tezja. Ata kanë nevojë për pasurinë tënde, fukaraja ka nevojë për pasurinë tënde. Ti duhesh me ndihmu. Nuk është ajo vizita vetëm me shku me thonë, nuk e ke kriju atë obligimin tënd ndaj aty, njeriu i cili ka nevojë për ty, për pasurinë tënde. Vetëm me shku me thonë, Allah është shpërbleft, Allah e trujt, Allah e dëdhasht. Ty të ka dhënë Allah pasuri. Ti për me hek obligimin kanë thonë ulemat, ndaj atij fukaras, ti duhesh me shku, me ia bleni sok, me ia bleni çokoladë, me ia shtin një 10 euro, 50 euro, po 100 euro, me i kallëzu se une jam me ty në çdo rast. Nona baba ka nevojë për vizitën tonë, për buzëqeshën tonë. Farefisi doja ka nevojë për vizitën tonë, ama fukaraja ka nevojë për pasurinë tonë. E xhahili ka nevojë për këshillat e tuaja. Andaj shko dhe shfrytëzoje. Edhe e fundit, kanë thonë ulemat, edhe pse ka shumë dobi, edhe e fundit, ti sunullasht, njeriu kur shkon e viziton nash nonën, nash babën, nash farefisin, në fund duhet me bë dua. Me bë dua për nonë dhe babë që Allah t'i ruan, t'u jep jetë të gjatë, për smuntin të bën dua që Allahu t'i largon smuntin, për fukaran të bëjnë dua që Allahu t'i jep pasuri, t'ja largoj atë musibet, për ata që të cilët kanë shërby ty, ta kanë dhënë një kafe, një çaj, pejgamberi alayhis salatu wasallam thotë kur shkosh, bën dua që Allah t'ju jep bereqet. Kjo janë ato disa pika që kam mendoj që duhet të kemi ne si musliman parasysh kur shkojmë edhe të vizitojmë farafisat e tonë.